Një tjetër përplasje e fortë është shënuar me Slimi dhe Albës brenda shtëpisë së Big Brother VIP, duke treguar qartë se marrëdhënia e tyre po kalon një nga momentet më të vështira deri më tani. Ajo që dikur dukej si një afrimitet me ulje ngritje, tashmë është shndërruar në një raport të mbushur me tension, akuza dhe tone të rënda, që po vihen gjithnjë më shumë në qendër të vëmendjes së publikut. Së fundmi, situata ka dalë jashtë kontrolli gjatë një debati verbal, ku Limi ka përdorur gjuhë fyese ndaj Albës, duke rënduar ndjeshëm klimën mes tyre. Në kulmin e nervozizmit, ai u drejtua asaj me tone të ashpra, duke i kërkuar të heshte në mënyrë ofenduese. Mbylle atë gojë të qelbur, a kupton kur të them mbylle, ishte deklarata që tronditi jo vetëm Albën, por edhe banorët e tjerë që ndodheshin pranë. Reagimi i Albës ishte i menjëhershëm dhe emocional. E dukshëm e prekur nga fjalët e tij, ajo u shpreh, ngele duke mëshajt nga të gjitha anët, duke lënë të kuptohet se sipas saj, ofendime dhe presioni verbal nuk janë një rast i izoluar, por pjesë e një sjellje të përsëritur. Në zërin e saj u ndjeh gënjimi, lodhja emocionale dhe ndjenja e padrejtësisë. Çka e bën këtë përplasje edhe më të rëndë në aspektin njerëzor? Banorët e tjerë kanë mbetur në heshtje ose kanë tentuar ta qetësojnë situatën, por tensioni në ambient ishte i dukshëm. Përplasjet e vazhdueshme mes dyshes duket se po ndikojnë jo vetëm tek ata personalisht, por edhe në klimën e përgjithshme brenda shtëpisë. Kur debatet kalojnë kufirin e diskutimit dhe kthehen në sulme personale, dinamika e bashkëtesës bëhet dukshëm më e vështirë për të gjithë. Raporti mes Limit dhe Albës ka pasur luhatje që nga fillimi, me momente afrimiteti të pasuara nga keqkuptime dhe përplasje. Megjithatë, episodi i fundit shihet si një nga më të ashprit, për shkak të gjuhës së përdorur dhe ngarkesës emocionale që solli. Publiku tashmë është i ndarë në reagime, ku një pjesë e konsideron sjelljen e Limit të papranueshme, ndërsa të tjerë shohin si pasojë të presionit psikologjik që krijon izolimi dhe loja. Një element tjetër i rëndësishëm është mënyra se si situata të tilla trajtohen nga produksioni. Në formate të tilla, komunikimi i ashpër dhe konfliktet janë pjesë e lojës, por ekziston një vije holl mes debatit dhe fyerjes personale. Mbetet për tu parë nëse produksioni do të marrë masa, qoftë përmes paralajmërimeve, ndëshkimeve apo ndërhyrjeve për të ruajtur një standard komunikimi brenda shtëpisë. Nga ana tjetër, kjo ngjarje mund të ketë pasoja të drejtpërdrejta edhe në rrugtimin e tyre në lojë. Situata të tilla shpesh ndikojnë në perceptimin e publikut, i cili ka fuqinë vendimarrëse përmes votës. Një debat i tillë mund të forcojë mbështetjen për njërin, ndërsa ta dëmtojë seriozisht imazhin e tjetrit. Ndërkohë, marrëdhënia mes Limit dhe Albës duket më e brishtë se kurrë. Pas këtij episodi, rikthimi në një komunikim normal mes tyre duket i vështirë, pasi fjalët e rënda lënë gjurmë që nuk fshihen lehtë. Pyetja që shtrohet tani është nëse do të ketë reflektim dhe kërkim faljeje, apo nëse kjo përplasje do të jetë vetëm një kapitull tjetër në një raport që po shkon drejt thyerjes përfundimtare. E sigurt është se dinamika mes tyre do të vazhdojë të jetë një nga temat më të diskutuara brenda dhe jashtë shtëpisë, ndërsa çdo zhvillim i ri pritet me interes të madh nga ndjekësit e formatit. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.